Mirë, jemi rikthyer sërish në program, me mua në studio është Dash Sula. Zoti Sula, mirëmbrëma, kënaqësi që jeni me mua në Tirana Live. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën, kënaqësi. Zoti Sula, nëse Lul Basha nuk arriti dot ta hiqte Berishën nga partia, pavarësisht se përjashtoi pasi ai u shpall non grata, juve Berisha ju përjashtoi si spakist. Por a mendoni se do jetë spak ai i cili do përjashtoi Berishën si nga Partia Demokratike ashtu edhe nga politika, ndoshta edhe për aferën partizane? Tani do të jem shumë sinqert me ju personalisht, po edhe me teleqikuesit gjithë televizionit ABC News. Unë, për shkak edhe të backgroundit tim si ish prokuror për 15 vite, dhe nuk është çështje as servilizmi, as lëpirje ndaj zotit Berisha, pavarësisht ato që ka ndodhur në raport me mua të një vendimi të tillë që ka marrë zoti Berisha ndaj meje, që është totalisht i padrejtë, por unë i qëndroj besnik bindjeve dhe ato që ka mendoj dhe që vlerësoj edhe si një ish profesionist, po edhe si politikan në raport me zotin Berisha, me çështjen e zotit Berisha. Do them vetëm definicionin që s'kam ndryshuar qëndrimin tim absolutisht, dhe e them që do jetë shumë e vështirë, po madje shumë e vështirë nga ana e organet akuzës që të provoj fajësinë e zotit Berisha, apo të gjykatës të deklaroj fajtor për çështjen Partizani. Kam thënë një gjë që nëse zoti Berisha, edhe e kam thënë kudo, dhe nuk kam thënë vetëm në një vend, gjatë gjithë kohës, ndryshe nga gjithë kolegët e mi të cilët kishin një qasje tjetër, duke interpretuar gjithçka një bardhëzi në raport me çështjen e zotit Berisha, unë kam thënë që nëse zoti Berisha do të hetojë për fonde publike, për tendra, për koncesione, sigurisht që mendimi im do të ishte diçka ndryshe. Pse? Sepse do të kemi një gjë parasysh. Mjafton të them vetëm një fjali të cilët do të mjaftonte për të gjithë periudhën 34 vjeçare për kryeministët nga i pari deri tek i fundit. Për të hetosh për një vendim kolegjal, një ish kryeministër apo një kryeministër aktual, dhe si zoti Rama, është jashtëzakonisht e vështirë për të provuar anën objektive dhe anën subjektive të personave të cilët janë marrë në përgjegjësi penale. Kaq mjafton pastaj shpijes gjithçka e juristëve të cilët duhet diskutohet, debatohet. Sepse deklarimi fajtor një individi të thjeshtë, në pandehurit të cilit ka një status të një qytetari të thjeshtë dhe jo më të një ish kryeministri apo të një kryeminist detyrë apo të një ministri detyrë. Pra flas gjithmonë për vendimet kolegjale. Tjetër gjë, të marrja prova, gjetja provave, hetimi për çështje të korrupsionit në kuptimin që të provosh nga me elemente të tjerë dhe të cilët janë shumë më të efektshëm për deklarimin fajtor të një zyrtari të lartë kushdo qoftë ai. Zoti Sula, pavarësisht se ju në fakt u përjashtuat nga lista e Partisë Demokratike për deputet, në një farë mënyrë ju keni kontribuar për sa i përket garës elektorale. Së fundmi, ju keni propozuar emrin e Flamur Mnokës si kandidati i ri për kryeministër përballë Edi Ramës, sepse mendoni që është emri i tij i cili do i sjellë një fitore madhështore si Partisë Demokratike ashtu edhe opozitës. Por kush është asi nën mëng i Flamur Mnokës për këtë fitore? Emilian, unë shumë prej farkarë gjozliku kur bëj kështu me kolegët, por jo në jetën e përditshme, jam shumë serioz. Flamur Mnoka, kryeministri që po një ditë për 1 prillin, aq deri aty mund shkoj, as datë 2 prill nuk mund ta arrijë dot. Kaq mjafton besoj. Por në vazhdim se un kam një, sepse duke qenë që gjithmonë azhurnohem me lajmet, me gjërat, lexoj, hulumtoj, do thoja që po e them për herë parë këtu në televizionin në ABC News, që do i bëjë thirrje gjithë mediave, duke filluar nga gazetarët, me rast që jeni ju këtu dhe gjithë gazetarët e tjerë, të cilët duke patur parasysh dhe ligjin për hapjen e dosjeve dhe ligjin për marrjen e informacionit, do duhet që është shumë të domosdoshmëri dhe shumë e rëndësishme që të kishte një verifikim të gjithë kandidatëve, po sidomos të 4 qaqeve të mëdha, Tiranë, Durrës, Fier dhe Elbasan, ku është numri më i madh i kandidatëve. Dhe sipas informacioneve, të cilët mund edhe mos jenë, që të jemi qartë, mund mos jenë edhe të besueshme, po të disa informacione të cilët unë kam, në hulumtimin e listave që kam parë, qoftë të Partisë Demokratike, qoftë Partisë Socialiste, ka disa elementë që janë kandidatët e ty, ashtu siç është ligji për dekriminalizimin, të cilët është detyrë e KQZ-s, të cilët ku dyshon për individ caktuar që janë në listat e nominuara për deputet të gjithë subjekteve politike, të njëjtë gjë do ndodhi dhe nga mediat të cilët ka akses sot
një qytetar i lirë, një qytetar i thjesht, më fali, dhe jo më media, që do duhet patjetër të shikoj dhe të hulumtoj për disa kandidat, qoftë Partia Demokratike dhe qoftë Partia Socialiste, të cilët mund të kenë qenë bashkëpunëtor të sigurimit dhe pa diskutim që përgjegjësia është individuale, por kam parasysh që edhe prindërit të tyre kandidatëve, ka persona të cilët kanë qenë bashkëpunëtor të sigurimit. Do ishte pamëraçme, do ishte e moralshme që qytetarët shqiptarë të kishin dieni për këtë do votojnë, se do të ishte turpshme që në Parlamentin e Shqipërisë në vitin 2025 të shkojnë bashkëpunëtorë të sigurimit në parlament, apo fëmijët e tyre bashkëpunëtorëve të sigurimit të cilët i kanë bërë një dëm jashtëzakonisht të madh përpara viteve 90 shoqërisë shqiptarëve, ku kanë burgosur njerëz, kanë spionuar njerëz, apo kanë përgjuar njerëz, apo prindërit e tyre. Kjo është jashtëzakonisht e mërshme, dhe unë bëj një apel për të gjithë median e lirë, kudo që janë, që ta bëjnë një investigim të tillë dhe të marrin informacione, sepse do i bëjnë një nder të madh shoqërisë, përfundimisht themi këtë fjalë, që do duhet që qytetarët shqiptarë ta dinë. Por nuk po më që ka qenë komunist, sekretar partie, se kjo është bërë kështu tash, po, nuk është problema e madh. Por do duhet kjo që po themi, kjo do të jetë shumë e rëndësishme. Jo, ju keni shumë të drejtë, por këtë e thoni edhe për Flamur-Nokën? Ka dyshime për të? Në gjo, edhe për shkakt edhe të qasesime, që besoj që keni ndjekët në gjithë politikën time që kam për 20 vite në politikë, unë nuk jam nga ato personat të cilët në politikë flasë kuturu, nuk jam në politikë që kam drejtuar gishtin kur nda një politikani, dhe nuk në shtarët tonë politikë për gjatë 20 vite qoftë të gjeni një delirat të time në parlament për një të afrën, nuk kam hyrë kur në shtëpi, në shtrat të një politikani që në kundërshtarit tim politik, që ka qenë Zoti Rama dhe Partia Socialiste absolutisht, por edhe një rast vetëm që kam përmend bashkëshorten e ish-kryetarit të bashkisë Erion Velia, është për shkak të gjitha ato të dhënave të Spakut dhe të ekspozimit nga ana Spakut dhe provat të cilët kanë pasur në media në fakt. Po të më gjeni një rast të kam përmendur bashkëshorten, fëmin, djalin, vajzën, babajnë, sepse një politikan do duhet që të jetë shumë i kujdesshëm në kuptimin që kur të ketë provat e forta, të cilët do janë ato, jo se unë nuk kam patur, po unë jam munduar që t'i transmetojnë në mënyrë tjetër pranë organeve, apo ku do duhet, por do të merret gjithmonë me parimin dhe për të goditur fenomenin. Nuk është çështja tek një individ tek Emiliani apo tek Dashi, pa diskutim që edhe Emiliani dhe Dashi do duhet të goditen dhe të dalin prova dhe të thuhet. Tani unë nuk jam nga ato të cilët të mburren, po ka edhe politikanë të mirë, absolutisht të pastër dhe të ndershëm, të pakorruptuar tek Partia Demokratike, të cilët unë kam patur kolegë, por ka edhe tek Partia Socialiste dhe nuk janë të gjithë të korruptuar politika dhe nuk qëndroj dhe më lejoni të bëjnë edhe të krahasim dhe po deklarata të cilët kam thënë edhe sepse lexova edhe për Spakun, për shembull është drejtuar pyetje zonjës Tabaku apo të deputetëve të tjerë të Partisë Demokratike, të cilët unë vlerësoj maksimalisht, qoftë zonjën Tabaku, qoftë zonjën Çupi, qoftë zotin Ali Mehmeti, që janë në listën e Tiranës, po marr këto tre, të cilët janë në listën e Tiranës, të cilët po bëjnë një fushat, do të thosha model në denoncime ndaj Partisë Socialiste, ndaj majorancës, por që kur nuk kanë gjuhën e dhunës, gjuhën e urrëties apo gjuhën e shpifjes, dhe që do duhet që edhe shumë kandidatë të tjerë do duhet të ndjekin të shembull të lloj qasje në një kohë që po të shikosh këto dy zonjat dhe zoti Elimeti janë personat të cilët po bëjnë fushat thash shumë të madhe dhe po të shikosh një pjesë tjetër e listës mbyllur të Partisë Demokratike të cilët unë këtu kam patur dhe problemet e mia dhe përplasjet e forta dhe me zotin Berisha dhe me Partinë Demokratike, që jam i vetmi deputet ka qenë në opozitë, cili ka votuar kundër në korrik të vitit 2024 për kodin zgjedhor të listave të mbyllura, sepse është listë qokash dhe po të shikosh problemin të cilët ka Partia Demokratike në raport me Partinë Socialiste, nëse Partia Socialiste bëri që motorët, po them ose njerëzit më të fuqishëm i ka nxjerrë listën e hapur, ndërsa Partia Demokratike i ka kthyer në bunker, duke i mbajtur brenda listave të mbyllura dhe ato të cilët un kam dyshime për elementë caktuar të cilët mund të jenë dhe bashkëpunëtorë të sigurimit. Pra, do të thosha këtë që edhe për Spakun nuk i heq asnjë pikë asnjë presë qendrimit tim që kishte fjalën për korrupsionin dhe për qasjen në raport të politikës të rësit të elementeve politikanëve, që edhe tek Spaku ka individë të cilët ose segmente caktuar të Spakut të cilët nuk janë korrekt në përmbushjen e detyrës në raport me kushtetutën dhe me ligjin, të cilët mund të bëjnë dhe lojën edhe elementeve të majorancës apo të majorancës. Zoti Sula, kam edhe një pyetje të fundit për ju. Meqense ju me ironi në fakt e thoni emrin e Flamur-Nokës si kandidati kryesor për kryeministër përballë Edi Ramës, dua t'ju pyes se
kush do e paguaj nga ana tjetër Laçivitën, Flamurnoka apo Berisha. A dini gjë ju për këtë kontratë pse nuk është bërë publike dhe si do e justifikoj pagesën Partia Demokratike? Tani, unë besoj që duke pat parasysh dhe nga eksperienca, nga praktika, apo nga ajo që do të zjarë mësime Partia Demokratike, nëse kujtohet kontrata e famshme që ka patur atëherë zoti Basha, të cilët u bë një objekt debatit fort politik apo të hetimit, dhe që të cilët u pa dhe u faktua, në të paktën se tash ose ka ngelur në ajër, ose ka qenë, si shohim të ndikimeve të çështjes së McGonigal, dhe janë problematike të cilat. Por transparenca në politikë do duhej. Unë për vete ku kam qenë në politikë, kemi deklaruar të burimet e financimit dhe sinqerisht edhe tani që do kishe në fushat, në të paktën nuk mund t'ja them, po qoftë zoti Berisha apo drejtuesve të lartë Partisë Demokratike, i kanë bërë me dije financat të cilët unë do të kisha vetë të sajt pagesave dhe nga familja ime. Dhe kjo është më së normale. Por nuk e dim se çfarë shumë bëhet fjalë apo çfarë pikesh ka të kontratës dhe sa shumë e konsiderueshme do të ishte dhe se si mund të paguaj. Nëse tani do ndodhi përsëri. Dhe se si mund të justifikohet Partia Demokratike? Pikërisht pra. Nëse A do mund të ndodhi përsëri që justifikohet? Lacivita, i cili vjen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe do punoj të zezur këtë se imagjinoj dot. Edhe nuk ma merr mendje që një gjë e tillë ose s'do doja ta besoja kurrë, se do ishte një gjë që do bëte dëm Partia Demokratike, po që nuk besoj të jetë e vërtet një gjë e tillë, dhe mendoj që edhe nëse do të ketë një kontratë për një shumë të caktuar, do të jetë transparente, sepse të jeni sigurt që në një çast ti mund të dalësh si fituar, të duket vetë i fituar, por mbrapa pastaj nuk lën gjë pa lënë gjurmë. Në një kohë që unë mund të kujtoj një shprehje të famshme që ka pasur profesori Ismet Elezi si profesor të drejtës penale të posaçme, ku thoshte që në atë kohë që ishim student, por shumë të ri, që falsifikimi është një vepër thoshte më rënd gati se sa vrasja në kuptimin e provëshmërisë, sepse nëse për vrasje mund mos kesh apo një vepër tjetër penale, mund mos kesh prova, ndërsa falsifikimi është një provë që ngjelet po aty, do thotë që është diçka e shkruar 50 vjet, 100 vjet. Kështu që ku mendoj që nuk do bëjnë gafe. Megjithatë ka edhe burra të zgjuar më shumë se sa flamuri aty ke Partia Demokratike, të cilët do dinë shkruajnë të këndojnë dhe të hartojnë kontrata, sepse Muli nuk besoj që ditë të hartojnë kontratë në jetën e vet. Zoti Sula, ishte kënaqësi e veçantë që ishit me mua këtë mbrëmje në Tiranë. Faleminderit edhe nga ana juaj, sinqerisht.